Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Dorontina. Sot kemi orë në fshatin Mihaleq, komuna Voshtres. Me shumë kërkesa të banorëve të kësaj lagje, na kanë shkruar mesazhe pa fund që unë me ardh. Nuk i kom tregu, po du më shku mja u bo befasi, mirë po të shumë tashti se që shkan me mprit, masi veç erdha, edhe kom shumë shatra tjerë që jenë të pritin me radhë, e valoj që së mpresin mirë. Zdi që ka thamë, hajde po vazhdojmë të shumë, s'po flasë shumë, unë e po shpresoj që kemi me gjithë banorë edhe kom e pas qka me ju tregu, fshati po duket shumë i bukur për mrekulli, për beso knaqëm, ojri, poster, ndërtimet bukura, ja, shëni kjo shtepi, sa ndërtimi bukur, o burri, qka po mbjen sy se po ka shumë regull në gjdo o borë që po i gjatë që kjo mu pëlqen shumë, edhe më stare me cek është shporta, kontinjeri vogël, mini kontinjeri i dy që jem të e taku, do thotë është shumë e mirë kjo se e gjumber logon, ma ndej këta, se po mbjen, është të morë diko, po më shkel. Nuk unale, a? Garant që kjo më ka shkru, hajde në fshatemin, ta është më kalën këtë para komve si para vorrëv. Ja, qa isha të thonë, na po kalojmë mirë, unë e kaloj mirë, është fjalla kur takoj banor, flas me ta, edhe knoqem bre të bo muhabet. Kjo shpi po i banushme duket, hajtë se po jalëshoj një zonë. Oj, zoti shpis! E sheni sa regull. Sa po më pëlqen këta mini kontinjerat e vogël. Në gjdo o bërë të thot e pas kanë për bërlëg. E që shedi, a i një kësaj të shpia modhe? A do një musafir, a joa? A muna me hy? Faleminderit. Hajde ondi. Përshëndetje i ndërum. Kom ardhë me ju vizitu. Prej Prishtini ju mordë, që nja 3 orë jam të e shetit fshatin ju, a i mirë që shi jam Dorontina. Edhe mos më mprit mirë, a thët zoti kështë, a? Qa po menon? Jështë. Që shini? A i një mirë, familja? Mirë. Qësh po kaloni? Mirë. Sa në tortë familjës jeni? Ves me shuqë. A një mas mirë i vëlla, a? Ves në A ma dhe. mirë a ma keqë? Po i se di. Që Qish ka orë koha po dihet. Qka po dihet? Po dihet që kur s'po do mu me pleq. Hajtë se valojnë edhe ju pleshtë. Nuk ka që s'po ju konvenon fort, edhe ju po keni qeveq me gro. Jo, i e në qashtë. A qështu? Se pak pi keni problem këtë zhurmat e fmive, nuk pja u dënë shumë ishka një orë dy, po përshëndetje. Që kjo e ka lavlak. Pretëm se që aty ma Kjo e ka lavlak sa dush. Hajtë shpejt 3 lafe për fshatin, qëfar fshati është, sa është i banushëm, është jetesa e mirë këtu, kushtet. Fshati është e mirë, banorët vëllai ka ndollë këtë shumë. Arsyeja? Në qytet. Për një jetë më të mirë, i ka mungu diçka fshatit? Vëlla mi mungu si mungon kredi kanë me rrugë, me telefona, me telefon, ma mirë. Për pune, për punësime, për thmije, për... Po, jo si krye familjar për shembull punoni diçka se me çka e moni familjen? Na kena punu deri që tash jem pension. I ri për po dukesh për pension? Mos ta kanë gabu vitin? Jo. Kanë qitë gabimi të morë, por... Edhe sot vesh 3 kesh dhe ke një unë jo dhe ke kanë gabu, thash jes kanë gabu eq. A përshes edhe një qëllova, nuk thash veç hajt. Jo, dhe... Po shkojnë vjetë. A ma mirë që e dalë në pension, a kur punojshe? Që shpenim vetin ma mirë? Po i kur punojshim normal ma mirë, po tani na ko me shoj që një biznes e këna pas bashkë.
Para vitit 3 e kena ndërprej. Pse, përkohësisht apo? Jo, da kena ndërprej. Spat kena pas me fustona, me dimija, me për nusës shtë. O, kom një qeta për nuse. O, që qiften të mëso kushenza me vesh në dimija. Po i kin rinia. Jo, s'po doni se që s'ko, ka dje malo. Po që ajo ti po thëm qiften të më, Allah, s'munësh me nëzo me vesh në dimija dhe me përkatun në gjithë ditë. Kanë me dimija Kështë të ledzu që aty maret kështë të ledzu, tha, vajza të reja as dimija, mu as dalama. Dhe me thonë, s'po dojnë kur gjë me vesh. Valla po. Era ajo punë të shu që po punëm që ka nërloveq. Nasi jeni pakic, ja del një diqish, ma së një jo. Fmi më falla keni? Jo, s'kem, që ta thash veç me shu që jem. As keni fmi heq? Ja, heq, veç që ne gruj. Me ndova mos i ki që për ndonë? Jo, la heq. Aha, mirë shumë. Pyetja e fundit, a njihni me gjitha këto shtëpia që jem të i po pranë kështë? Po mëre, këtë kushërin. Këtë kushërin, edhe keni raportet mira shoqërore? Kjo është jashtë, ai tjetëri ka dalë në vështëre, kjo djali vllaut Prishtinë. Prishtinë? Ky ka marrë banesë, ai atje banesë. Edhe ky ka me marrë banesë. A mendon me lënë ti fshatin? Ky që njerë ju. Qysh vjen ma vonë se ti. I ndrum na nuk po ju morëm kohë më shumë. Po na që të i kevës në më ngëllësen. Shoqër Zoti ja udhash këtë mirë. Inshallah tomëve. Amen. Atë përshëndes. Kalofshi mirë. Na falë nësi u shqetësum. Ishte knaci. Gjithashtu edhe jo, miru pofshim. Një muhabet i lezetshëm me këtë zotërinë, e falenderojmë për zemërsisht, na priti shumë mirë. Unë ndihna mirë kur takoj njerëz, kurse ai nuk është do të thotë i pari ose i fundit. Në përgjithësi jem të takoj shumë njerëz të mirë, se di pse e kom pas atë me dyshjen teme në fillim të emisionit që ka me mro me njerëz zua ose ma me të vështirë ose ma jo të vështirë kështu, po ma të zërshëm. Mirë po që jem të kalu super mirë, i falenderoj krejt ata që po më presin mirë, po tash po e kam edhe shumë të letë se në çdo shtëpi po thuaj se që po shkoj veç po më njohin, po tash se çka thojnë me vetë me veti, a erdh kjo e mira, nuk e di. Po mendoj që për mirë, për shkak se po më presin me shumë qehre, edhe nuk është që i kam pyetje të vështira, 3-4 pyetje, vetë sa një përshëndetje mja u bo dhe mandej po e vazhdoj në rrugtimin tem si çdo ditë. Se di sa fola mjaftueshëm për fshatin, kur fshati është shumë i mirë, por edhe nga ajo që na marrëm informacione prej banorëve, është fshat i lënë pak mas dore, do të thotë është fshat i zbrasëm për shkak që secili e ka marrë rrugtimin e vet për interesa individuale, normalisht gjithë secili veprojmë edhe na ku na konvenon, s'ki çka me i bo, jeta është kështu e tillë. Një 2-3 banor këtu më ketë borë, po shkoj, po ja u bëj befasi. Oj, zoti shtëpis! Duket që tira është mbyll. Oj, zoti shtëpis! Unë jem të indëgju, qenë të full, po shpresoj që kanë më hop diren, nuk kanë me më këthy bash. Hajtë po provojnë që diren këtu. Oj, zoti shtëpis! A i një kësaj të shtëpia modhe? A mund është me hop diren? Jam bërë bardha. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Dorontina, gazetare nga Mediumi Shqiptar Sekret, komorën e fshatin e ju. Okej. Si jeni? A jeni mirë, ç'më kaloni? Mirë, shumë. Jo? Unë me bisedu 3 llofe për fshatin. Qysh dush, më vje pak morre. Pse morre? Se di. Pse ja, çka morre që kena me folë shumë lirshëm. Okej. Po më duket që në shikim parë je mërgjimtar. Po. O, sy në shigjet e ka mëne. Keni orë që sa? Që një javë ditë për Bajram. Jo, për Bajram. Qësh keni kalu? Mirë, shumë, se në shpi mo. Sa shpesh e vizitoni fshatin? Këto 2 janë vetë mas fakte, 2 janë vetë që shte. Bashkë me familje gjithmonë? Ka nërë vetë, ka nërë me familje. Po, varësisht prej punëve që keni. Përshëndetje i nderuar.
Qyshje? Ja, s'më i pashku mi full veç pak. Veç të përshëndeti. Qyshje? A je mirë? Unë jem Dorontina, jem gazetare, ku marrë me ju vizitu, me ju po qyshjeni. Qka po bëni? Faleminderit, paske e kohë. Prej Prishtine. Allah ile. Po, Ballë vallaj. larkë ke konë. Ballë larg, e qyshje me shëndet? No. Qka që ke nëm? Nam se Asa ne ju mo s'kreja? vjetim vjetru tash kur gjë. Qa ka me? Jo, për çfarë vjetru, me kush po thot që e vjetru? Unë e vedi. Jo, më çfarë po qëre të ponut në zona. A ke të ponut diçka? Jo, la kështë shkështë në rështë. E ajo shkurtimi i rrushit nuk thuhet puna? Sa puna e këtë. A ke të shortu, a të shkurtu? Krasit bref, qërë ato krasit. Pri, me pri. Me shortu, a i bjen me bon prej një peme në diçka tjetër, apo a i bjen qashtë? Jo. E qka i bjen? Rrushove du të me aje ka të dekë të moj. Lekre i Dorontin, mos e jem fillet se si to e dit. Qysh po kaloni? Mirë, Apo lodhni? ka pak po. Pas ka orë djali pe i gurbeti. Po bre. A ju ka gëzu? Bol. Sa mirë. Po ti. Apo ju vjen shpesh, apo ju viziton shpesh? Po 2-3 herë në vestë, 2-3 herë ma shumë dhe në E baba, u shku na i herë të djali deri tash? Po. Sa shpesh po shkon? Ha? Sa herë i kon? S'po gudzoj tash nuk po gudzoj se... Po livrit ma shumë, a? Ma shumë nuk po gudzoj më nisë. E nusën, a pe merë nusën, ashtë nusë e ju të Po ako morë pa ajo ma zi se unë është. Se edhe e po tuk të ta? Po. Jo, më shfartu. Po tyve. Fshati ju, fshati mirë. Fshati Mihaleq. Po, mirë. Se krejt në fillim e ku emrin e fshatit, tani njerë ndodhe dhe me harru se të full shumë. Mihaleq, qëfar fshati është? Më pëlqej shumë, është i raport që ju morë dhe më pëlqej shumë fshati ju. Nëmre, as kjo as me sherë, as me parileva, din? Po, e kom... Që të fjolla ke nije. E kom një. Me lëshu fort nuk është. Po dhe me nejnë është? Me ecë për pora nuk mundësh. Aha. Kohë i dore për me ongre, me pije, këtu i ka që zoti. Elhamdulillah, krejt janë adin, po si shmongër për i qendrave. Me asnu, edhe me vështrën, si largë e kemë. Mongë për kënjena Prishtinë dhe daha, adin. Thjesht. Sa djemi ki ndërun? Ha? Sa djemi ki? 5. Mashallah. A e kine një këto, krejt ka ndolli ashtë? Jo, 2 kom këtu. Po jetën me ta? Ha? Apo jetën me ta? Po vesh nuk o këtu aj se kjo është jashtë që kjo edhe një tjetër edhe ajo po shku shërë me bledi, shka të ty vëzdi. Unë po shkaj pe pi ujnë, mos te bëj të lashe. Ma bën halal. Tash kom më shku zoni. Super. Vesht kom ja uqit. Kujtë e mja liqë të shumë të mirë, ola? Që sa vite e kelon vendin. Që një 15 që është? 15. Apo më tregon sa ke vështirë me ndru komplet sistemin e jetës me një vend krejt tjetër. A ke vështirë? Po, e fillimi shumë i shtirë. Fillimi dhe më onaj viti po, viti dytë, dhe i sot integruesh edhe. Po, normalisht, po. Po, shkujnë sot vite, shkujnë apet skrapet për Kosovë, për venin tënë, për katon këtës, si që të molla. Po, ajmen tënë, jenë të e parë. O, shpia madhe! A mujta, Sabre? Sabre, a? Po, Sabre vëllohë. Sabre Fejzullahu, a? Që këngëtori? Isha të pytë, a e ki kështë ndërmend në herë me u këthim fshat? Me qef gjithë, qefi gjithë është. Po, a ke po kërë... Ka nërë dë gjonë aslojnë atje qashtë për qashtë me thonë, valla, apo këpëtan. E kur po vjen këtë në fshat, apo e vrejna i ndryshëm, për shembull apo të presin njerëzit si gjithë mirë, ose... Po, perfekt, normal, familja. Kush pret më mirë se familja, edhe në shkesh ka shkesh. Familja ngushtë po ditë, po rrethë kam fjallën. Po dhe rrethë këtu në Kosovë njerëzit ma dashtën, ma qelën, ma zemrën, shamullin, tavëllin, ullet veç haj qashtë edhen. Shamullat je, me në rënë thët, kjo tavëllina jem, kjo anejna, po. Pse mos me bo gjona shamull bashkë, ose me konë të lumë të njënë me tjetër, apo si unë që shujër dha këtë në bërë, po veç ashtu hajtë edhen, e qëtu sa që... Po, qëtu sa në pëlqenë Kosovë gjithë edhen. Po jo çdo kush e ka syrin si jo me ditë me vlerësu të mirën. Ka dhe për aty në kritikus dhe por që mirë që jenë ma pak. Ja, këto, mu më pëlqenë shumë, veç një kafe me pinë vështre shamull.
Gjermani nga të Saarbrückenit, nga të Frankfurtit, edhe jo venin ta kënaqësh, veç se di veç ai që nuk e di ju integru atje tepër shumë, apo kupton? Se traditat tona që kina sanë tona, apo kupton? Me popull. Zdrohet me kërgjë. S'ka vade. Traditat e kem, tek e fundit ajo na veçon si popull. On çaj jash. E çaj jam pëlqet tona që jina të mira ashtu. Po, edhe sa kime qëndru? Dej nesër. Po ke marrë me ta palu koferin? Shku po patëm qef me dllon për Bajram me orë pak edhe. Shumë mirë. Edhe mi po këta shtëpisë është. Fillimisht na të urojmë rrugë të mbarë. Faleminderit. E shpresojmë që je kënaq. E faleminderit shumë për pritjen e mirë që na bone. Me gjithë zemë, E Zoti qatë mënëm, qatë... Faleminderit s'është shumë. problem. Unë me mërgjimtar kaloj ekstra mirë, kudo që shkoj mërgjimtar t'i kam kështë ma shumë i du se këta qenë këtë. Po ç'është të duhet. Na ma të butë pak. Po. Edhe me që jam afër një mërgjimtari, unë du me i përshëndet krejt mërgjimtarët kudo që janë Zoti i rujt, edhe në emisionin tem pjesa ma dërmuese, ma e madhe i kam prej mërgjimtarëve. Kisha dashur me undal me bon një përshëndetje për krejt mërgjimtarët që janë në Austri. Këtë përshëndetje jem të e bon me një kërkesë të X personit, por unë i përshëndes krejt mërgjimtarët. Indrum, të faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, na falni si ju shqetësum. Ju, mirë shumë. Faleminderit shumë. Hajde të përshëndet. Ç'po ke çaj me thirr? Oxha. Me ketë ditën e mirë. Me të mira. Kalofshi mirë. Zoti do shëndet. Amin, amin. E ju rujt, faleminderit Kalofshi shumë. mirë, shumë. Me kerr jemi ndru, me kerr. Amin, amin, amin. Hajde mirë pofshim. Me të mira. Çfarë familje mirë, o Zot. Familje fenomenale, e pote dhe ju, o knoqa, llafe muhabet, pritjet mirë. Në komente më thonë, shumë familje mirë, u vreshën ashtu familje kulturume bre. Çfarë fjallë, çfarë muhabeti, ky mërgjimtari, i lumt babës, çfarë djali ka rrit. Prej atje poshtë e pash një zonjë këtu që u merke me pule, ju që t'ke me hongër, unë erdha me taku zonjën të shofëm se apo ma hap derën, të pak të në kësha pas dëshirë një dy lafe me indru me ta, oj, Zoti shpis! Po shpresoj që ka me dalë edhe me na fol shkurtimisht për fshatin, e që na me vazhdo rrugtimin ton si gjithmonë. Oj, Zoti shpis! Sa pulat mira, mashallah. Apo ja u shef flokt. Me flokt kuqe. Qysh bre gazetare, flok ju thu pules, pendla. Përshëndetje ndërume. A do një mësafiroj shpia madhe? A muna me hy? A e di për çka i erdha? Të kom pa prej largo që ishe një zoj, edhe u kujdeshe për pulat, edhe veç erdha me të përshëndetje më Dorontina prej emisionit Katunie. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë mirë. Ju, familja? Mirë. Apo ju pengon që jam e ka mirë? Jo, me ka mirë lasë që drejt ka zëjheq. Ose që donë veç... Veç ka mirë. Veç zonin, a bën veç zonin. Veç flasëm, në regull. A më tregon 3 fjallë për fshatin. Falë. Është fshati mirë? Është i banushëm? Është i banushëm, një fort shumë në kohë, se ka njësë më dojë pitush, po është ka të një paqë, as ka fjallë, as është qëtësi shumë, këj me bësi që është shmunu jo moro, me pulja, me qatë mëna. Ju dhe thotë e mbani familjen me këto Qatë punë, me bësi. me bujësi, punë përgjithësi. Sa antarët familjes jeni? Unë i kam 4 djelë, 3 kam jashtë, ata janë për mije damës, damës që dhe ndalë. Po jam me një me burë, me një njep, me djallë, se djallim ka pas probleme me grua, unë jem ka rriti njipin.
E unë gëtjes e fëmisë. Çfarë moshia Gjyshe. u kalon po gjyshja është? Më të sinonimi. gjyshë se kalon. Po. E tash mi ka po 5 vjetë. Të luash të mrena. A ka në vështirë kjo periudha se unë tash është pjesë pak më e ndishme, ka po në kam dëshirë vështirë. me unë dalë. Sa ka në vështirë? Konë shumë e shtirë se me kërkon bashkë me mu, ka posë arsye din. Kësha thonë, një për vjehri, dhe vjasic, aja ka shpede që të pushtë, që kishë pje mirë në pushtë, se është. Po. Aja ka veç me mërë vetëm me gjallë vetë. Kështu në ja arsye si ja u ka dhonë, pse e ka Për bërë çka është, e ka dhënë arsye, s'ka mujtë mi që më burë dhe vetë, a i nalt, edhe s'ka dosht aje që shka thonë, nuk ka dosht gjallë me pranu, se s'dhe i katë, po dhe do në qytet më shetit. Edhe për që të arsye në kom një vetë edhe jënë tonë. Tash fëmija për shembull, e shen nonën, a e ka drejtë Po, me e bollë ka ta djoli ku? drejt, Sa herë Ne- gjatë javës apo çysh? çdo 2 javë ka me të 15 me të porin, po e bëva 4 muj nuk e shë, se nuk vjen, se u martu është në peje, e martu me, shkon për stërk, e ka këta shëve një fëmijë të vogël, Do të thotë nuk e ka interesin për me pa fëmijën e vet. nuk e ka të rishtë në shumë rallë. Shumë rrollë. Rrollë. Po fëmija e kërkon nonën. Po e kërkën këtë e merë, po do të mi thonë shkët të momin, djoli jam, se a problemi, unë e kam arsysh se nisa me ti, këmë e ditë ku kon momin e vetë e herë. Edhe mos më mor lakmi këty në të tjerëve një pa, shku të dojtë e vetë. Të pranushin, mos e pranushin, s'kam që i bëj ma. Më intereson ju si gjyshe çka i keni thonë, çfarë përgjigje i keni thonë kur ai e ka kërkuar nonën. Unë si kur gjyshe si jam, se kë jam edhe vetë nom, edhe që s'durë zemër mas pori, unë i këm, se si ka shku një djoli, kom po shumë problem, se jam mas sisjalit me qunë se jak, po sisjal kina me qunë, që atë më bashku, ka 2 orë, e njëherë ka 7 orë të mive, ka 7 dhe mi morë. Ku a festa ka një vesh një natë, ko si shkën të mja me dëshirë tash, po kë nuk pishkën tash me dëshirë, shumë me zërë është të morë. A ka pas moment kur e ka kopa i molli nonës, edhe s'ke pas çka mi bon ato momente? Ju, se nuk e ka morë molli nonës dhe që tash, se se ka diçka është momi vetë, po që tash për diçka është momi, se ku i thëmë, a përshkën gjoljen të momi, të lutë në të dhe që pak më mlonë dhe nani me morë apet në shpe, të bobi jem të baba Genës, Po. se gjinës ta. E në ditën kur e takon, tani ato ditë mas dotës, dhe më thonë që e takon Unë në të vetë, kuptoj, a e mas vrina i aty- ndryshim? Që ato ditë si ishe djoli, gjo nuk me ndryshu, me thonë vëlla Adin, ju, shumë i qita djoli. Nuk, Adin, duke si më shku me lodra. Po nuk vrina i dallim kështë Jo, nuk e vrej. Edhe këtë qaj, se i thamë Ali se po t'irë më mirë, se kina mas i sjallit të Ramzi ku në thiratin. Thot, fillan sa oti me dollë, e kam pejnë nëndhe, dhe i do më itë me mojta. Po më konë qatë të gujzisë, me ta, me nejtë. Si veç me mërë e me dollë. Jo, se aja është pak, o kom më të kazu drejtë, o kom shumë nervazë, dhe ishin i ka nervat, kon të pi hopa, ka pas probleme, ku e rëke qefa dalgijet, vëllohit pshike. Do të thotë nuk i ka pas gjendjen e mirë shëndetësore psiqike. Po, se ku rëke me djallë, unë i kom shtu zuti, edhe djallin ma ka shtu i kudhinji, ja kom shtu jetën, se s'kisha i bëburrit, fesu kapen, pa kur gjënë, se djalli shkejke në shire, majke, qa po ne këtë një rezutë si apër, aja vesh ka më mi ka më gjithë ditën telefon në komë. As me pastrus mi nuk e ka pas që shdohet, se unë i kërkit i kam gjenit në telefon, që shë kom ardhë, që shë kom rrit, e kam me trëvarë, e kam tërna problemit të djallin e mi ka unë. Djalli yt. A djalli djallit. Djalli ku kom ardhë. Dhe the ka pas varë në trup, Po, që ja që i bja, ka shkaktu prej nonës a? Jo se kujna? pa pastru e ka A, pas. pa pastru, do të thotë, prej papastrimit ju Pa kanë pastru. kriju alergjia. Alergjia, varë, ka pas. Se kanë pa monire, kanë pa qupë 2 muj. Këtë e qojnë, unë e di se pastërtia është. Sa ta budon nuk janë, me 3 vit ka pa nejtë. Ta mnik. Tani tha një la shumë së më djali, apo mja u këthy, me gjëgjë e ka fitu djali. Po ashtë e ka pos një traume, se ku ka bo nervaz, ku e ka gjullë për djallin e ka për plas, ja ka në djallin një shuplok.
Për që shoplak djolim ka në 6 mujtë të ka umër bashku. E dashur të faleminderit. A unë për veti se kam një vëllatejnë, minë të punë për shumë. Ja, çfarë të shumë. Kur se lëshenjë. Qëri pula. Të shumë pëlqen, me donë qytet së më Ju pëlqen. mësë t'in ca banesa pula tani. Ja dhoj pa pullat. S'moj. Ka i gore. A të për qafoj? Haj, ditën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kope, e faleminderit shumë. Zënë që e kemi pi, për mu mjafton veç s'ka lidhje. respekti edhe që ma qel deren Jo ta qeli dire me gjithë. me zemër, kjo për mu mjafton. Se ja, kështë dhe që me konë hasë me posën e qeli dire. Po qashtë, shqiptorin Këtë qëtaj, hena po. barë, e Normalisht. pranej. E kur na kanë orë të shki, qa kem pos mi bo? Ta shqiptorit të një në erdhjes në erdhë. E dashur të faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Zoti ju rujt, me të mira, miru pofshim. Hajtë se pelojmë verës këtë qesëm në i flije pas ke u borrin akull, në vi. Kësmet, me shumë kënaqësi. Miru pofshim. Një zonjë e vërtet e cila nuk hezitoj me fol edhe e boni një bukur lavë të mirë me mu. Paka shumë historia e ndëgjut edhe jo ishte histori shumë prekse, por që me dëshirë ndojti me neve. Përshëndetje i ndërum. A i mirë? Që si jeni? A jeni Mirë mirë? faleminderit. A mund shme nol për shkak të gjurmës? Po më në? Një minut, 2 minut, 2 minut 10 cent. Që sheni, a i një mirë? Një vëlla, mirë Ishte edhe faleminderit. pak lut në gjomin, së më nësha. Po. Okej, A faleminderit jeni shumë mirë, për shkak. jeni? Mirë, Po faleminderit. lodhe që përshkoni? Ka pak mirë, ju. Shëqërjave. Kënorë fshatin e ju. Mirë, faleminderit. A mund shme më të regu qëfar fshati i qeti banushum? Fshati i banushëm kryesisht, i qetë, pa probleme. Është sa banur për afërsisht janë? A mund shme ditë? Edhe para lufte ka pas banur bukur mire, tash kanë fillu shmërgulja. Se në gjitha të vise. Arsyen e dini pse? Po arsia e përgjithshme. Se në tanon, ta? Se në tanon, trinia, pak noqën, pa punësia, e kështë. Po kushtet kështë për jetes janë të mira këto mundeni për shembull me jetu një familje ose me çka merrni, çysh jetoni, me çka e moni familje ma konkretisht. Po kushtet janë të mira, merret fshati janë me bujqësi, kryesisht me blegtori. Mundësit janë për me jetu mirë. Një personalisht jeni dikon një konsum? Unë kam një biznes vogël, zanatli i moqëm. Ja, një zanati nuk është edhe krejt e vogël. Po, Me çka mirë. merresh ma konkretisht? Unë e bëj me remetimin e mjetë bujqësore. Me bëj që të meru ma shumë. Apo ka punë hiç? Mirë. Apo ka kërkesa? Kërkesat më dha, po, Ku e ki garozhdën? në vështëre. Vështre, është larg? Është larë, vëlla, i ka 20 minuta. Se edhe shumë 20 minuta, po nejse. Jo, mirë. Po më intereson edhe kështë mes banurve ju këto, keni muhabetet mira, raportet mira? Po, raportet mira kemi shumë. Mire kalojmë, nuk ka probleme. Se ju vështria jeni kështë njerëz dashtëm shumë. Fshati mirë. Dashtëm me zveti, kështë. Unë kur po vi këtu, sa dashtëm po të regoni limo me zveti. Qashtë. I ndërum s'po i marrë ku ma shumë të falemderit shumë për kohë. Faleminderit e Me juve. të mira, falemderit, mirë pofshim. Po s'penali mikrofonin. Modest me ja marrë ondit këtë jelekun, së është bukur ftoft. E ne po e vazhdojmë. Ne. Apo keni qef një fol me gramatik? O, një fol me gramatik. Unë vetë foli, po du me fol faktikisht, me konë ma e kuptushme. Kur vine për fshatna, me konë ma e kuptushme për banor, pasi që këto kam të bej me loj banori. Ju krejt janë të njëjtë, ju krejt mundet me më kuptu, por që me bom, ja këthu në ka gramatika jame, o s'keni me më kuptu kur gjojq. Nejse, pelojmë këtë fartime, hajde po vazhdojmë, po flasëm pak për fshatin.
normalisht nësar vim voshtre, e di që gjithmonë kaloj mirë, e di që më presin njerëzit mirë, janë njerëz shumë të mirë. Po, Edhe i vizitoj fshatrat, po, edhe shumë që është jetesa në për fshatra, sa janë fshatrat e banueshme. Për shembull, në këtë fshatin e ju, është fshat i banueshëm? po, Ka po, njerëz, sa po. shtëpia për afërsisht janë? Janë për 100 e diçka. Prej këtyne 100 e diçka, sa për afërsisht janë banueshme? Që Pa ka ty banu? bre je largu shumë. Cila është arsye që e kanë lënë vendin, fshatin? Pënsimi. Që kjo është? A i keni, po mendoj, këto kushtet e jetesës këtu nëse do me jetu, i keni këto... Jo, më në pensioner jam. Çka i mungon fshatit, për shembull? Tana i mungojnë. Tana. To fillu prej? Ujtë e kena, momentalisht rryma këto janë. Unë e pash kekun atje Kecin, Janë të i në rejtë do a jenë të bandera. ndryq. Po, Nuk i keni se në pas... kont këqia. Aha, tash po dojnë m'ja opru 3, a? Po, 3 i pingjesi. Po rini këtu, a ka heq se në Vallo, çdo fshat diqa me thonë ku po pak. shkoj, po thuaj se Pak. rini shumë pak po mbje me taku. Po, pako. Rinia ka kanë shku? A e kanë lënë Jashtë. këtë Kosovën? Jashtë. Po dhe jashtë. po vina, ja, me lëshu krejt jo. Punojnë, kthehen, shkojnë, lvizje bojnë. Po më intereson për fund, sa mi këprit sa jeni këtë në fshatin e ju, edhe sa çfarë raportesh keni mes veti. Na këtet bira i kemi, po. Ja, na, po. Po, për çka njihet fshati ju? Ha? Për çka njihet? Në i karakteristik, në i veçuri, në i mirë që thojmë na. Mirë, ko që punojnë token, asi ata që s'janë për puna, punojnë token. Do thot mirën këto me bujqësi. Po, mirën. Bilëm pash ku po ngjiten ata banderat, që të në ndjahtën, një aj punon, Fermer. po, Po. shumë token. Patate këtu i asi, grunë, qëtu. Shumë mirë. I ndrum na për të përshëndesëm. Faleminderit. Ditën e që mirë. përpun. Ishte shumë knatësi. Faleminderit shumë. Sipas informacioneve të cilat unë i mora, mbi 100 shtëpi janë të banueshme. Sheni kam prapa ose tash po i bjem prapa, mi është edhe xhamia e bukur, do thot është funksionale për shkak që me që është xhamia këtu, po dihet që ka edhe banor në këtë fshat, për shkak se ashtu mendoj që kur është edhe xhamia, padyshim ka dhe njerëz. Mirë po, prej këtyne 100 shtëpi, unë arrita dikon 4 banor krejt, 5 me i taku, nëse s'jam shumë e sigurt, s'po di nëse s'po e ka bëj numrin, do thot po ka shumë pak lëvizje të njerëzve. Kështu që unë erdha fundit të këtij fshati, por edhe fundit të emisionit, kisha dash një falënderim për krejt shikuesit tonë cilët parrisht në ndjekun, edhe uroj edhe shpresoj që unë jem të e bën një punë të mirë, dobishme për shoqëri, për gjithë që na përcjellni gjatë gjithë kohës. Ne do takohemi përsëri, e mirëmbëjtje.